me peshën e vendimeve që merr, me besueshmërinë që krijon dhe me modelin dhe rolin që luan në kohë të vështirë. Sot jetojmë në një botë më të pasigurt se ajo që njihnim vetëm pak vite më parë. Lufta është rikthyer në kontinentin evropian, tensionet në lindjen e mesme vazhdojnë të riformatojnë ekuilibrat global, rivalitetet mes fuqive të mëdha po e bëjnë rendin ndërkombëtar më të paqëndrueshëm dhe më të paparashikueshëm. Në këtë realitet të ri, shtetet nuk gjykohen më vetëm nga matësia e tyre, por edhe nga qartësia e orientimit të tyre, nga besueshmëria si partner dhe nga aftësia për të marrë përgjegjësi. Shqipëria ka zgjedhur rrugën e saj me qartësi, antarësimin Bashkimin Evropian, përforcimin e aleancës transatlantike dhe një rol aktiv për stabilitetin në rajon. Kjo nuk është më një aspirat abstrakte, është një projekt konkret shtetëror. Nga një vend që dikur kërkonte vetëm hapjen e dyerve, Shqipëria sot është një vend që kontribon në tryezat ku merren vendimet. Në një vend që propozon iniciativa rajonale që ndërmjetëson dialog dhe që merr përgjegjësi ndërkombëtare. Dje në Tiranë, Shqipëria ishte iniciatore e takimit ministror për korridorin 8, një projekt që lidh Adriatikun me detin e Zi dhe që përfaqëson një korridor të pavarësisë strategjike për rajonin dhe për NATO-n. Ky nuk është thjesht një projekt infrastrukture, është një deklaratë politike për një rajon që kërkon të lidhet me Europën dhe jo të mbetet peng i tensioneve dhe i varësive të vjetra. Ky është simbol i një Shqipërie që nuk pret më vendime nga të tjerët, por i formson ato. Kemi qenë një vend që kërkon vëmendje, por nuk kishim gjithmonë peshën për ta tërhequr atë. Një vend që trokiste ndyer, por shpesh nuk e dinte si mund të hyej brenda. Sot realiteti është ndryshe. Shqipëria nuk është më një vend që pret në korridoret e diplomacisë ndërkombëtare. Shqipëria është një vend që flet, që propozon, që ndërmjetëson dhe që merr përgjegjësi. Kjo nuk ka ndodhur rastësisht. Është rezultat i një transformimi të thellë politik, institucional dhe diplomatik të udhëhequr nga kryeministri Rama, i cili ka vendosur Shqipërinë në hartën e vendeve që kanë zë, iniciativë dhe besueshmëri ndërkombëtare. Këtë nuk e mohon dot as më ciniku këtu apo kudo. Nga një vend që luftonte për statusin kandidat, sot jemi një vend që synon mbylljen e negociatave brenda vitit 2027. Nga një vend që shihej si problem, sot jemi një vend që kërkohet si partner. Në çdo tryezë, kjo është diferenca mes asaj ku ishim dhe asaj ku jemi. Por duhet ta themi hapur. Ritmi i politikës tonë të jashtme nuk është ndjekur gjithmonë nga ritmi i strukturave tona shtetërore. Ministria për Europën dhe punët e jashtme ka diplomat të shkëlqyer, profesionistë të përkushtuar me përvojë të çmuar. Por si çdo institucion që vjen nga një histori e gjatë totalitare, dogmatike, shartuar me tranzicion kaotik, ajo mbart ende reflekset e së shkuarës, reflekse inercie, nepotizmi, reflekse mbyllje ndaj kuadrove të ri, reflekse të një administrate që shpesh ka qenë më shumë proceduriale se sa strategjike. Ky projekt ligj nuk është një dokument teknik, ai është një hap politik dhe institucional për ta përshtatur shërbimin e jashtëm me kohën në cilën jetojmë. Sepse përfaqësimi i Shqipërisë jashtë vendit nuk është një detyrë rutinë, është një mision shtetëror. Diplomati shqiptar duhet të jetë profesionist, por dhe i vetëdijshëm për peshën kombëtare të misionit të tij. Ne kemi patur raste që nuk duhet të përsëriten kur përfaqësues të shtetit shqiptar nuk kanë qenë në lartësinë e dimensionit kombëtar të detyrës tyre. Raste kur diplomatë shqiptar janë rreshtuar kundër figurave që përfaqësojnë ndërgjegjen kombëtare, si Ismail Kadare, për shembull, duke lobuar hapur e duke punuar kundër Nobelit të tij, që në fakt do ishte nder i madh për Shqipërinë. Kjo është e papranueshme e mund t'japim shembuj të tjerë, sepse një shtet që nuk mbron figurat e tij dhe një shërbim i jashtëm që nuk është i ndërgjegjshëm për peshën e misionit të tij kombëtar, nuk mbron dot as veten. Të nderuar kolegë, Shqipëria sot është një fazë
vendimtare të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Shqipëria ka përjetuar transformim të thellë dhe ne kemi bërë reforma që pak vende kanë patur guxim të ndërmarrin. Reforma në drejtësi, procesi vettingut, lufta kundër korrupsionit dhe pandëshkueshmërisë, këto nuk kanë qenë reforma të lehta dhe pa kosto. Janë reforma që kanë prekur themelet e sistemit. Po pikërisht për këtë arsye Shqipëria ka fituar një kapital të ri besueshmërie ndërkombëtare. Asnjë sfidë e brendshme, madje as narrativat e sponsorizuara kundër Shqipërisë, as zjarri Molotove dhe as tymi i zjarrit në fytyrën e saj nuk e zhbëjnë dot atë që Shqipëria ka bërë, si asnjë vend tjetër në rajonin tonë. Shqipëria, me të gjitha sfidat e saj komplekse, është sot Europa e Ballkanit. Ka plot sfida tjera përpara, patjetër për forcimin e institucioneve, për konkurrueshmërinë në ekonomi, për demokratizim të mëtejshëm, për një media patjetër të lirë, të pavarur, po edhe të pavarur nga zëri i zhurmshëm i dezinformimit dhe interesave të posaçme që s'kan lidhje me interesin publik, ka sfida edhe në institucionet e saj, por është e pa diskutuar që Shqipëria sot është një vend që për 14 muaj ka çelur të gjithë kapitujt negociues, është një vend që ka patur një ritëm të paprecedent të çeljes së grup kapitujve dhe kapitujve pikërisht për këtë qartësi që ka mbi ato që quhen themeloret, sundimin e ligjit, reformën e administratës publike e çështje të tjera të tabanit shtetit. Dhe në këtë proces ne nuk lypim favore. Ne e dim që ky është një proces i lidhur me meritën. Ne kërkojmë qartësi dhe parashikueshmëri në procesin e zgjerimit dhe për këtë duhet jemi në një zë. Bashkimi Evropian nuk duhet jetë dhe nuk është më një horizont i mjegullt për vendet që bëjnë detyrat e tyre. Ai duhet jetë një perspektive besueshme, konkrete dhe ndershme. Shqipëria po bën pjesën e saj dhe Europa duhet dhe po bën të vetën. Në rajon, Shqipëria ka zgjedhur një qasje të qartë, më shumë përgjegjësi, më shumë pronësi mbi proceset dhe më pak retorik. Marrëdhënia me Kosovën nuk është një kapitull i zakonshëm i politikës tonë të jashtme. Ajo është një përgjegjësi historike dhe kombëtare. Shqipëria do të mbetet një zë i fortë për drejtën e Kosovës, për integrimin e saj ndërkombëtar dhe për dinjitetin e shtetit të saj. Sepse stabiliteti i rajonit kalon përmes një Kosove të fortë, të njohur dhe të integruar në strukturat euroatlantike. Në këtë kuadër, proceset në Hag kanë një rëndësi të veçantë. Shqipëria është dhe do të mbetet e angazhuar ndaj drejtësisë ndërkombëtare. Por drejtësia ndërkombëtare nuk është një koncept abstrakt. Ajo matet me standardin e barazisë, me koherencën e saj dhe me aftësinë për të mos u kthyer në instrument të leximit të një anshëm të historisë. Lufta e Kosovës nuk ishte një konflikt për pushtet. Ishte një luftë për mbijetesë dhe për liri, pas një periudhe të gjatë represioni sistematik. Ky është një fakt historik i dokumentuar ndërkombëtarisht, gjërësisht dhe thellësisht. Për këtë arsye, çdo proces gjyqësor që lidhet me atë periudhë duhet të zhvillohet me një vetdije të plotë për kontekstin, për disproporcionin e forcës dhe për realitetin e krimeve të kryera ndaj popullsisë civile. Drejtësia nuk mund të funksionojë me standardet dyfishta. Ajo nuk mund të krijojë perceptimin se viktima dhe agresori vendosen në të njëjtin plan moral dhe historik, sepse kur drejtësia humbet sensin e proporcionalitetit, ajo rrezikon të humbas legitimitetin. Shqipëria do të mbrojë me dinjitet vërtetën historike të Kosovës. Do të mbrojë parimin që drejtësia duhet jetë e paanshme, po jo e verbër ndaj realitetit. Dhe do të qëndrojë pranë çdo procesi që garanton standarde të larta juridike, transparencë dhe trajtim të barabartë, sepse pa drejtësi të drejtë nuk ka pajtim të qëndrueshëm. Dhe pa të vërtet historike nuk ka paqe të qëndrueshme në rajonin tonë. Kërkojmë që gjykatësit të bëjnë drejtësi për Hashim Thaçin, Jakub Krasniqin, Kadri Veselin dhe Recep Selimin në mënyrë që lufta çlirimtare e Kosovës
të çlirohet nga prangat e padrejtësisë. Dhe sigurisht në marrëdhëniet tona përtej dhe me fshinjët mbeten për ne një objektiv strategjik dhe një prioritet strategjik me Kosovën pa diskutim në qendër. Shqipëria ka zgjedhur rrugën e dialogut dhe të zgjidhjes së çështjeve bilaterale, jo për dobësi, po për forcë. Marrëdhënia me fqinjen tonë jugor Greqin po ndërtohet mbi diskutimin dhe zgjidhjen e çështjeve të hapura, historike dhe aktuale, pas një kompleks, respektin për të drejtën ndërkombëtare dhe një vizion të përbashkët europian. Sepse fshimësia e mirë nuk është slogan, nuk është as për ulje, është reciprocitet, është politikë e qëndrueshme shtetërore dhe është misioni ynë për të qenë së bashku në Bashkimin Evropian si të barabartë. Të nderuar kolegë, në këtë realitet të ri gjeopolitik, në këtë fazë vendimtare të integrimit evropian dhe në këtë moment të ri të rolit të Shqipërisë në rajon, ne kemi nevojë për një shërbim të jashtëm që është lartësinë e ambicieve tona kombëtare. Ky projekt ligj është një instrument për këtë fazë të re. Sigurisht nuk mund pretendohet që një projekt ligj i zgjidh të gjitha çështjet, po ky projekt ligj synon bëj një reformim të thellë në shërbimin e jashtëm dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme. Ai krijon akademinë diplomatike, vendos standarde më të larta rekrutimi, forcon dimensionin ekonomik dhe kulturor të përfaqësimit ton jashtë vendit, hap dyert për profesionistë me përvojë ndërkombëtare dhe përmirëson statusin e diplomatëve dhe familjeve të tyre. Por mbi të gjitha, ai synon ndryshoj kulturën e përfaqësimit të Shqipërisë në botë, nga një strukturë e mbyllur në një strukturë të hapur, nga një administratë procedurale në një instrument strategjik të shtetit, nga një qasje reaguese në një qasje që propozon dhe udhëheq, se Shqipëria duhet dhe meriton të ketë një politikë të jashtme të shekullit 21. Ky ligj nuk është vetëm për Ministrinë e Jashtme, është për rolin e Shqipërisë në botë, është për besueshmërinë tonë si shtet, është për koordinimin e politikës jashtme me të gjitha institucionet kushtetuese të vendit, është për të ardhmen europiane të vendit tonë dhe koha e një shërbimi të jashtëm të ri shqiptar ka filluar. Dhe ky kuvend ka sot përgjegjësinë ta bëjë këtë hap. Ju ftoj ta votoni pa asnjë hezitim. Faleminderit.